Nëse doni zemër të fortë, hani arra dhe do befasoheni me rezultatin. Sipas një studimi në Penn State University në Pensilvani të Shteteve të Bashkuara të Amerikës me udhëheqës Dr. Penny Chris Eteron, thuhet se konsumimi çdo ditë i arrave lufton sëmundjet e zemrës. Sipas ekspertit, ne duhet që të konsumojmë arra për 4 ditë rresht, pasi do të zvogëlojmë rrezikun e sëmundjeve të zemrës. Duke konsumuar vetëm 3 lugë gjelle vaj arrash, do të ndodhë që enët e gjakut tuaj të përmirësohen brenda 4 orësh, prandaj mos I ndani ato nga konsumimi dhe kështu ju do të keni rezultate vërtet befasuese për shëndetin tuaj, duke parandaluar sëmundje nga më të ndryshmet. Por siç e theksojmë, arrat janë veçanërisht efikase për shëndetin e zemrës tuaj.